Grabitje armatosur në aeroport si te Casa de Papel, njerëzit mbledhin para nga rruga. Grabitja në një aeroport kolumbian mori një kthes të papritur. Një band hajdutësh sulmoi pistën e aeroportit ndërkombëtar. Almirante Padilla në qytetin Rio Jaca, ku çanta me para po ngarkoheshin në një fluturim nga një kamion i blinduar me destinacion Bogota. Të paktën 12 persona mbritën me armëzjarri dhe 2 foristrada përpara se të ndalonin kamionin që ishte parkuar në pistë. Ata arritën të ratiseshin nga aeroporti në Kolumbin Veriore pas një shkëmbimi zjarri me rojat e sigurisë, duke thyer një garë dhe duke u ratisur në autostradën ngjitur me pistën, më në fund duke arritur në një fshat ku jetonte një komunitet indigjen. Banda i vuri zjarrin një prej automjeteve të tyre me një qese me kartë monedha ende brenda saj, ndoshta për të shpërqendruar autoritetet sipas BNO News. Pamjet tregojnë banorët vendas duke gërmuar nëpër grumbuj kartë monedhash të djegura në tokë. Banda armatosur dyshohet se volli të paktën 24 çanta me para, 4 prej të cilave janë gjetur. Autoritetet kanë arrestuar 2 të dyshuar, por hetimet janë në vazhdim. Grabitja armatosur rezultoi që autoritetet e aeroportit pezullonin operacionin për disa orë. Në momentin që banda shpërtheu në korridor me foristradat e tyre, Toyota Land Cruiser Prado, një pasagjer, një turist kuban tha, ata arritën duke qelluar. Grabitja ndodhi para pasagjerëve të cilët u kapën nga paniku. 10 grabitësit e mbetur u larguan me një shumë parash ende të panjohur.